Në seancën e sotme në gjykatën e posaçme, Nureddin Dumani, i penduar i drejtësisë, ka dhënë detaje edhe për planin për vrasjen e Elton Kiles në Elbasan, i cili njihet me pseudonimin Oti. Ai zbulon gjithashtu se si një shef krimesh në Elbasan i jepte informacione për Taloçelën. Zyrtarin policor ja ka prezantuar Henrik Hoxha dhe ai kërkonte 10.000 euro në muaj për informacione. Mëtej ai thotë se për vrasjen e Otit të Elbasanit ishte interesuar Suelçela. Suelçela ishte interesuar për vrasjen e Otit Kiles. Ditën e ngjarjes isha vetëm në makinë, kur u qellova isha në timon. Më qelluan nga mbrapa. Më pas u ula te sedilja e pasagjerit në makinën X5 kur u plagosa. Autorët ishin të maskuar. Vetëm nga trupi, shoferi më është dukur si Taloçela. Oti Kilën e njihja personalisht. Kam ndenjur me atë bashkë me vllain tim. I kemi shitur një makinë dhe i kemi bler një makinë. Në të njëjtën ditë u bë shitblerja. Në vitin 2019, një shef krimesh në Elbasan, që Henrik Hoxha e kishte shok, më jepte informacione për Taloçelën. Shefin ma prezantoi Henriku, ai kërkonte 10.000 euro në muaj. Një ditë para ngjarjes bleva një kalashnikov dhe silenciator në Fier. Sa ndërbahu më njohu më shitsin. Ditën e ngjarjes kisha mitraloz me 200 fishek dhe një kallash. Mitralozin ma dha djali xhaxhait tim. Makinën për ngjarjen e bleva rreth 5-6.000 euro. Më thanë që ishte e vjedhur në Greqi, por nuk e di. Rrëfehet Dumani.